Për gazetarët. E dëgjova të lajm, po. Dekriminalizuar kemi pas. Jo, ka qenë penal. Jo, ka qenë po. Edhe ana tjetër, Jemi një provë 1-2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Nga ana tjetër u kriminalizua prekja e gazetarit ose kërcënimi. Pra po e kërcënoi gazetar, 1 deri në 3 vjet burg, po e preke me dorë, gjerën 6 vjet. Janë vete? Po. Se thua ti? Shpëtuan gjithë tani që vën gjoba. Po e mobet. Kundër isha. Gjithë gjobaxhin tani shpëtuan valla. Po tmerr. Janë reat, janë do bëj dhe regjistër atje. Që un a janë të gëzuar gjobaxhin sot valla. Do bëj thirrje live që të mos futem te regjistri. Çfarë regjistri? Regjistër gazetarësh kështu. Këta janë gazetarë, këta janë kështu, këta janë ashtu. Shpëndurira. Të do bëhet regjistri? Po more. Jo, mos lejohet bëhet ajo pra. E kërkon Evropi, po more këtë ligji. E ke të ligji o burr tani kush e përcakton? Po këtë e pa të mo, para se filloj emisionin. E pa të. Çat merri, ej. E pa të aksidentin e tmerrshëm. E tmerrshëm. Ishin edhe 2 shqiptarë më duket. Shqiptar pra e. U nisën nga Selaniku për të ikur në shife. Makina si lodër, ej. 7 vdekur. Shife si lodër. 7 vdekur, sa ishin shqiptar? 2? 2 më duket. Ej, gjunat shëdhe ishin nisë nga Greqi, nga Selaniku, dhe ikin në Francë, në Lyon. Qa është ose sot ka janë 7 mendeshje më duket. Qa është sot ka janë 7 mendeshje, UEFA. UEFA Champions League. Është Champions League, janë 7 mendeshje, vlla. Furgoni tifozëve të PAOK futet në parakalim momenti aksident tragjik në Rumani. Pra këta do bënin si i bie, do ikën nga Selaniku me makinë, janë fut në Bullgari. Selanik futet në Bullgari më duket apo jo, nga Greqia. Po. Bullgari, Rumani, duke se çfarë. Unë i bëj ato rrugën fat. Po jo. Romania për të vajtur Lyon, pastaj ku do të kalosh? Ata ata mund të jenë fut nga Gjermania për të kaluar për në Lyon. Jo, them pas Rumanisë. Po s'futën në Rumani. Kështu thot nga Rumani është bërë aksidenti. Po atëherë i kanë rënë nga poshtë. I kanë rënë, po pra i kanë rënë nga rrugë tjetër. Nga Detizia ndaj. Ua, me furgon ej. Se unë i bëra 500 kilometra, po ku fut asnjëherë gabim. Po këtë makinën tani e rregullove që nuk që bën kështu, që bën akoma. Na duhet një usta për një orë. Çapele ka bërë 500 kilometra këtë. Po. Para ca kohësh, valla, që iku një afër viteri. Po. Kur bam vjen këtu, e dëgjova një moment se kisha mendjen. Paf ndisë në fillim, duhet ta ngrofi mirë. A duhet usta për një orë pra? Se 300.000 kilometra makina. Ku jet naftë dhe benzinë se më çmendem. Po i kam hedhur për Europë, bu. Po të kam thënë. Ma dha problemin në Budapest. Edhe vazhdoj në Prag, në Gjermani. A pse ta dha problemin? Po ma dha. Atje ma dha. Zërbe. Edhe ftohtë. Po ti nuk u trombe fare. Jo, po ka vot me vete, ngrit dorën. Me gruan me gocën, fare, se ka problem. Mos parkove dysh në herë apo jo? Jo. Sa që kollajt. U ka edhe ligji tani për të parkimin dysh, vlla, një vit burg. Po, Eno më tha që është vetëm për bllokimin e ambulancës dhe të policisë, jo për rrugën e çdo rast kështu. Po pra për emergjencë po flas pra. Po pra kur bllokon ambulancë, ku diun, nuk është fiks si tituj që parkove dysh ikën në burg. Jo, po nuk lejohet kalosh tek ajo pra te kursia e ambulancave. Po pra, se është bllokim si të protestosh dhe të bllokosh rrugën. Ajo është korrekte, më duket mua kjo ai. Shumë korrekte është. Shumë vetëm Shqipëri kalojnë këtu vlla. Jo kalojnë më. Tu parkojnë me të bllokuar komplet. Shmëri. Është ky mentaliteti që duhet ta pish kafe duke parë makinën përballë. Kur them 95% gojimash që u bë ajo perla aty, më thoshte jo aty, çani mos exagjerot. Tash u lëgër dy gjë vllajn tat. Tash rën situatë. Unë dua ti motivoj, jo ti dekoroj. Ka ato buzat fakt, vëre që ato buzat ecin gjysma ke kursia vet, dhe gjysma ke kursia tjetër. Ose ato gomat që janë vënë në ansore të rrugës. Ore dio. E zvoglojnë kursin. Ore, mirë do ishte të vazhdonte muhabeti deri vonë, po sa është ora për emision pa? Ore do i kinë hënë. 04. E morë. Seriozisht e ke? Po. Po ç'bën akoma bla? Ej, po nisi po.
Mbrëma të gjithve, ju keni mbritur, jemi live, ora është 22:05 minuta, jam në studio me Flogert Muçën, ekspert komunikimi Lexo.al, me Marsit Gupin, avokat penalist, pedagog Temarin Barleti, ligj filozofi, dhe sigurisht Sebastian Zonja, Gazetar Plus. Banda e emisioni Zonë e Lirë, Zonja Zotrinj, është futur tashmë në sezonin e 23 të saj. Ky episod i sotshëm është numri që ju shikojnë në ekran, 1037 emisione deri tani, në 21 vjet punë të palodhur dhe me shumë pasion. Kam kënaqësi që ju gjej dhe sonte në këtë të mërkur me shi, me miqtë e mi gazetar, jurist, ne sonte do të trajtojmë disa çështje në fakt që kanë të bëjnë me jetën tuaj të përditshme, do mundohemi të trajtojmë sa më thjesht. Unë kam nevojë sot për t'i trajtuar këtë çështje, nga që nuk jam shumë kompetent vetë, kanë lidhje me ekonominë, kanë lidhje me gjërat e jetës përditshme, dhe kërkojnë ndihmë sigurisht të miqve të mi, dhe do i ndryj sa herë që ata të harrojnë dhe të flasin me tema teknike, dhe do them flisin më thjesht duke ta dhënë shembuj. Dua ta filloj me Sebastianin, pikërisht me fabulën e parë që e plas Ledio në ekran tani direkt. Sebastian, do filloj me ty. Para se t'ja fjala Sebastianit, ju kujtoj. Ja ku është kutia magjike atje poshtë, ajo në fakt mban vetëm pyetjet tuaja. Për të hyrë atje, nëse nuk e dini, po ja u kujtoj, mjafton të merrni celularin, bëni një skanim, skanoheni me celular, ke parasysh te foto. Kur hapni ato të fotove, ju del një kështu, skanoheni, bëni një login të thjeshtë dhe bëni pyetjet për të ftuarit e emisionit dhe për ngjarjet për të cilat do flasim, të aktualitetit. Unë do lexoj pyetjet sa më shpejt jetë e mundur, ndoshta edhe 2 herë. Ndërkohë, Sebastian, para se të fillosh, lajmi i fundit më thot Flogerti, që kemi në studio, kushtetuesja refuzon kërkesën e ish-ministrit Beqja për shfuqizimin e masës arrest në burg. Që do thot Beqja mbetet, Ilir Beqja, ish-ministri i shëndetësisë, mbetet në burg. Sa po e ka? Ka qenë sot kjo kushtetuese? Po, por dhe ka dalë vendimi vonë. Më shumë se ç'është lajm, ky është precedenti që krijohet. Që do të thënë? Që do të thënë që këtë të njëjtën masë për ta ndryshuar ka kërkuar dhe Erion Veliaj. Edhe Ilir Meti. Po Erion Veliaj kur e ka datën për dalë në kushtetuese? Apo ka dalë? Jo, nuk ka dalë akoma, pra janë me radh, por nuk është një lajm i mirë për ata që janë para burgim, që mund ta them kështu. Se ti thua që kjo krijon precedent? Sigurisht, po është dhe një sinjal. Po rasti ndoshta nuk i ngjan. Patjetër, po nëse ka kushtet ngjashme, aplikohet të njëjta zgjedhje. Pavarësisht se nuk lejohet. Po gjithsesi ka drejt Flogerti, krijohet një lloj timi. Lajmi i mirë për ata nuk është. Qartë. Pra është lajm i keq për Veliajin dhe për të paraburgosit që kërkon kushtetuesja që ndryshohet masa arresti. E kuptova. As sigurisht. Ndërkohë duhet thënë se sot se kemi, nuk do flasim sonte për këtë fare, sepse më duket pa nevojshme, u shty kjo e mandateve apo jo? Po, kushtetues. Po. Sebastian, ministri i financave para pak ditësh, para një 2-3 ditësh më duket, se më mirë. Para 2 ditësh. Para 2 ditësh doli në konferencë shtypje vëlla. Bashkë me drejtorin e tatimeve. Bravo, bashkë drejtorin e tatimeve, po me kë? Me këtë Gazhelin që iku apo me Ilir Binajn? Po Gazheli kur iku? Që doganat. Ai ka qenë i doganave, ngatrojun këta. Gazheli ka dhënë dorëheqjen. Do më thuash pas pak nëse ka lidhje dorëheqja e Gazhelit? Me këtë do flasim me sot, apo nuk kanë lidhje me njëra tjetrën? Mund të jenë të ndara. Këto do mundohemi të kuptojmë, Marsit. E kemi thënë që nuk ka rastësi, sidomos kur ka disa fakte që ndodhen. Ka korelacion, po, gjithmonë. Ka korelacion gjithmonë. Sebastian, përfillon nga ty vlla, thjesht për info, me pika nëse mund të sa më thjesht për publikun, çfarë ka ndodhur, pse ka reaguar, pse ka një reagim të menjëhershëm nga disa faktorë këtu, edhe nga media në përgjithësi, po pak media. Pse janë marrë me deklaratat e ministrit të financave, vlla? Çka ka provokuar? Pse provokojnë për ta thënë thjesht, kjo është një fushat, siç bëhen fushat ato, ka 13 vjet që në fakt kjo qeveri bën vetëm aksione, pra nuk ka një, se thua, nuk bëjnë reforma të qëndrueshme, që të rinj të jemi këtu e 20 vjet ta dimë që kemi këtë reformë, vlla. Këtu biznesi është gjithmonë në hall të madh, edhe kur është gabim dhe kur është mirë. Është një aksion i radhës ky. Duan të godasin informalitetin, paktën kjo është ajo që na thuhet, informalitetin në industrinë e ndërtimit. Është pak a shumë kjo apo jo? Që do thotë
Kanë filluar një aksion Industrinë e ndërtimit, të turizmit, turizëm, pastaj tha në tregtinë online. edhe në tregtinë online. Ja duke u mbledhur info po. Po, tani, Oligarkët e ndhenjë janë në të treja fushat. bravo, për ta thënë thjesht, është çështje e disa oligarkëve që kanë në dorë këtë lloj biznesi apo jo. Ato ndërtojnë, nuk. Tani ndërkohë mua më thanë që në konferencën e tij për shtyp, ministri i financave me mbijenin Malaj, por që unë ngatroj sepse ky quhet Petrit Malaj dhe unë ngatroj me Aktorin, me ish rektorin e Universitetit të Arteve, Petrit Doktor Malaj. Bardhyli. Se doktor Bardhyli? Po E se filmi. njerëzit më shumë e njohin ashtu se ta si rektori i Universitetit të Artës. Qartë. Janë vetëm Po që student. me shokun e Kaçit, e Kaç Çaushit. Se ai njëri ishte Kaçi rektor, ju kujtohet kjo Petrit Malajt, valla. Rektorit dhe kanë i përjetshëm. Bravo. Njëri ishte Kaçi rektor, ky ishte Petrit Malaj, ishte Dekan. dekan, pastaj bë Petrit Malaj, bëj Petrit Malaj rektor. Rokat. Do bëni rokat, po vetëm Putinin me këtë Medvedevin e kanë bërë. President kryeminist. Është per. Po e kanë merituar, se të mirë janë të dy. Të lezetshëm shumë. Patjetër. Madje të rasti Putinit me Medvedevin kishte edhe nickname të bukur kur dolën kablogramet e Julian Assange që quheshin Batman dhe Robin. A vlen dhe për këta Batmani dhe Robin? Bravo. Ledio ndërkohë, po pati mundësi tani. Petriti është ambasador në Kosovë tani. Tani është ambasador në Kosovë Petrit Malaj, po. I biri Profesori. është deputet. I biri është deputet, a? Po. Petriti ka qenë gjithmonë socialist. Prej kohësh. Socialist kështu i Petriti, Malaj. A? Idealist. Idealist, socialist. Idealist nuk e di, se di do të them do të, po që ka qenë gjithmonë me bindet majta. Aktori po flas. Tani Ledio, po mundet valla lidhur pak me Enon. Enon e ka zënë një viroz, në fakt, prandaj nuk është këtu. Lidhur pak me Enon me mesazhe, edhe thuaj të nisi pak foton e Petrit Malajt, aktorit e Keti Ledio. Si kishin nxjerrë, ishin bërë meme pra. I pat meme sa të bukura ishin? I shohim. Çfarë? Ledio ti kam nisur në WhatsApp valla. Apo si kam nisur Ledio? Më duket se jo. Ue, çfarë pere, jo, më ja nisa dikuj tjetër. Ue, çfarë pere. E ke nisur Petritit, more. Jo, se kam numrin Petritit, jo. Prit më valla, kujt e kam nisur, një sekond. Ja, e kam këtu. Prit, ku jemi? Se ndeshje ka sot, mund bëjmë dhe një pauzë, dëgjoj. Ja, ku janë, ja. Ashtu? Ja, ku është. Se njerëz të ngatrojnë, nga që njifet më shumë Petrit Malaj aktori, njifet më shumë. Hajde, më? Ja, Ledio, të nisat e zëlloja, plak. Po munde, sa ti bësh gati plasi. Nese, që mos dujmë bo Allah Koto o Sebastian tani, edhe pse unë e marrë që shtruar zonisht të mërkurave, të martave, e marrë shtruar bisedër. Janë ditë këqia shumë. Ditë herta. Po për me është mirë, Ditë opsiane. se e marrim shtruar, e bëjmë si podcast. Ditë opsiane. Ditë opsiane, po. Pra, ky në vend të merret me oligarkët që fshehin të ardhurat, apo jo? Ky merret me agjencitë imobiliare, po. Deri E ka vënë fajin, tani mund ma shpjegosh të mandla, se janë çuditur shumë njerëz. Jepi Sebastian. Sektori i ndërtimit është një ndër punëdhënësit më të mëdhenj. Dhe në konferencën për shtyp që nisën të hënën, e ndoqëm me kujdes konferencën dhe kemi nxjerrë disa pika faktikisht sa i përket deklaratave që bëri ministri, drejtori i tatimeve. Flasim për një sektor të rëndësishëm. Ka folë për Durana Parkum, duke se është pyetur? Po pra, kam nxjerrë disa pika. Pa, jepi. Do më thënë që jam... Me pika 1. Besoj se edhe qytetarëve interesojnë. Për shembull, ministri dhe drejtori pranuan se u kanë dërguar 13.418 mesazhe ndërgjegjësuese subjekteve, për rezultati fundor që ne shohim është ulja e numrit të punonjësve me pagë minimale vetëm 7%. Po. Pra, këto aksionet anti-informalitet që ne shohim gjithkohës, pra çdo vit ndërmerren nga 4-5 në sektor të ndryshëm, pra asnjëherë nuk e dim fundin e këtyre, pra janë pa bereqet. Janë bërë gjithmonë nga këto. Dhe kjo është saga e aksioneve anti-informalitet që gjithmonë kalon në heshtje. Ledio ndërkohë po të shoqëron me këto. Pra, çdo reflektimi i formalizimit ne duam të formalizojmë ekonominë. Formalizimi i ekonomisë ne flasim për një ekonomi në kuota 30 deri në 40% informale. Dhe ka të bëjë me mirë administrimin fiskal, që është një gjë që në terma shumë e bukur, por në realizueshmërinë e kemi të pakët, dhe gjithashtu formalizimi i sektorëve me risk të lartë. Sektorët me risk të lartë janë ndërtimi, janë turizmi, etj. Tani, shteti shfaqet i pafuqishëm ose tepër i butë në këtë lloj rasti. Në vend që të zbatoj ligjin, u çon mesazhe evazorve. Ministria u lutet 13.000 ndërtuesve që çfarë bëjnë? Thjesht mos vjedhin taksa. Pra, ta ndërtues që janë në gjithë Shqipërinë, ministria i thotë që ju lutem mos vjedhni taksa. Pra, ka shumë shteti që lutet ju lutet me SMS. 93% e tyre as nuk e hapin mesazhin fare.
Kështu që në... Se e thot e ketë dhënë zyrtare apo mendon? Jo, po të lexosh të gjithë konferencën, është E gati... thot ministri që 93% nuk janë hapur. është gati 40 minuta konferencë. Jo, dëgjoj, ti do mbash shënimet tani floger për gjëra që si kupton do pyesësh mbrapa. Po se harrohet. Jo, po prandaj thash mbash shënim të pyesësh mbrapa. Ja, kam letrat. Ja. Jo, në qoftë se thuhet që 93% e emaileve nuk hapen, diku, e thot diku. Ta shënosh edhe pastaj. Po jo, më përgjigj. Ke dhe si Olaf. Nuk më duhet më miku im, se kam si relaps. Bravo, jepi. Jo, se ne na duhet tani të dëgjojmë çik info një herë. Pastaj jemi tek... Mba dyshimet atje, që se ke dyshim vetëm shënoj pak. Pastaj jemi te Durana tek parku. Durana tek parku e kemi trajtuar disa herë faktikisht dhe Durana tek parku ne kemi pasur edhe në edicionin me gjithë kohës. Po tani më ikë shumë shpejt nga kjo e shteti që ju lutet. Ti marrim me pika. Po me pika më duhet mua. Po pra se do t'i kthehemi sërish të gjithave. Po se ti parashtroj pak a shumë. Ti parashtroj edhe pastaj atë. Ti parashtroj mira dakord, jepi. Të marr atë 5 apo 7 minuta për t'i parashtrour. Okej, dakord. Pastaj kemi Durana tek parkun, kur ministri pyetet sa i përket hetimeve të prokurorisë posaçme. Dhe pastrimin e parave, dyshimin e pastrimit të parave tek parku teknologjik Durana tek park, e kemi parë dhe nga pamja, në 3D është shumë i bukur. Po. Por atje nuk është se ka... Fush atje. Fush jeshile është ajo që hanë kështu. Përgjigja është... Hanë lopët. Domethënë përgjigja është burokratike me teknikalitete, jo po është kjo analizë e këtij institucioni, jo po janë këto kontrolle tatimore, jo po është kjo, janë gjitha këto. Por sa thotë statusi nuk jep unitet. Pra, ministri ajo që ne kuptojmë është që po shmang thelbin e çështjes. Fakti që Spaku po heton, tregon se filtrat e qeverisë, tatimet për shembull, kanë dështuar në parandalimin e hyrjes së kompanive të dyshimta. Ne kemi folur sa i përket kompanive EA, Ergysa Gasi dhe Soft and Solution Thermal Beqire, kemi folur për pjesëmarrjen e tyre në Durana Tech Park, një projekt i korporatës së investimeve. Pra, parku, si do ta quajmë, parku teknologjik. Me fjalë të thjeshta, Durana nuk është gjë tjetër veçse një lavatishe parash apo jo? Po pra, institucionet kanë dështuar që të parandalojnë këto subjekte, të cilat sot cilësohen grupi strukturuar kriminal brenda Akshit. Dhe çfarë thot ministri për këtë? Ministri thot, shprehet, nuk mban përgjegjësi. Ja lë topin në derë. Ne u dham lehtësira fiskale, Spaku le t'i hetoj. Pra, thot është përgjegjësi e autoritetit sa i përket për... Tatimor, do më thënë. Ja dhe tatimeve këtë Duranës? Tatimeve një, dhe e dyta, për çështjen e tatimeve, është autoriteti për që është marrë prona. Sa i përket... Si autoriteti që marrë prona, se kuptova? Se kuptova këtë? Shtë me thënë? Ai është ndërtuar, Durana Tek Parku, ka autoritetin e investimeve, një autoritet investimesh. Ja, rova emrin gjatë, tani se nuk e kisha të shkruar këtu. Dhe ministri po thot që kjo është çështje e Spaku, duke ja hedhur tatim taksave që ka zotin Pime që e kanë. Që i kishte në krah, po. Dhe në krahun tjetër e heq të gjithë përgjegjësinë nga vetja, sa i përket rastit të Durana Tek Parkut. Pra po flasim për shmangjen apo po flasim për paaftësinë e një institucioni të rëndësishëm siç është tatim taksat, që të hetoj paraprakisht dhe të shoh, ore kush janë, se nuk po flasim për 10.000 biznese që po shkojnë në një zonë të lirë ekonomike. Po flasim, siç e tha dhe Flogerti, 40, 50, 60 dhe nuk paska kaq djeni 77. Por pra 77. Jo, po janë rritje se 7 muaj ka. Po. Tani këto biznese që i paguajnë parat për të qenë atje, pse nuk e marrin shërbim? Nuk fillon të bajë tani, pra, do jap vazhdon infot një. Mbarot ti edhe tani 2-3 këtu. Pagat 400 euro, pra po flasim për nën deklarimin në sektorin... Cila është pika tjetër tani? Po pra, nën deklarimin në sektorin e ndërtimit. Në sektorin e ndërtimit, ne punsojmë diku tek 50 deri në 60.000 persona. Pra është një sektor i cili ka punësim të nivelit lartë. Ministri thot se 25% e subjekteve në ndërtim, rreth 2200 firma, deklarojnë paga, cilat janë 400 deri në 500 euro, duke e quajtur këtë për fat të keq, përqindje tepër e lartë dhe jo reale. Tani, për ta pyetur, nëse e pranojmë se 25% e këtyre ndërtuesve, po flasim për një ndër sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë, i cili jep rritjen ekonomike dhe në krahun tjetër, sipas autoriteteve është me risk lartë. Në qoftë se 25% e ndërtuesve gënjejnë sy më sy, duke deklaruar se inxhinierët marrin rroga nga 400 euro, kjo nuk është statistike e re. Pse këta 2200 subjekte qëndrojnë ende të hapur sot?
Pra kur ti më thua që këto kanë në deklarim dhe më thua që ne kemi probleme me demografinë, më thua që kemi probleme me sigurimet shoqërore, më thua që kemi probleme me administrimin fiskal, më thua që kemi probleme me informalitetin, atëherë pyetja në këtë lloj rasti është pse këto subjekte operojnë sot në treg dhe a është bashkëfajtore Ministria e Financave? Dhe pse i lënë që të operojnë? Pse i lënë që të punojnë nëse dihet kjo gjë? Po pra kjo është... Se kjo është shkelje e ligjit të hapur apo jo? Normale, sepse nuk... Mos deklarimi. Po diskutohet edhe shkundështimi ligjit dhe madje mungon fuqia zbatuese e ligjit, kontrolli tatimor, tërmeti tragjik që ndodhi para disa vitesh ka sjell edhe një kërkesë, le të themi, që të krijojmë një të ashtu quajtur taks të fshehur. Tani çfarë ndodh? Sigurimi i detyrueshëm i banesave do të menaxhohet nga një shoqëri aksionere shtetërore. E ka thënë, Papaxhiu e ka thënë këtë. Ka kohë që e ka thënë. Flasim që çdo banesë në Shqipëri do të paguajë një taks vjetore, qoftë edhe 100 lekë vjetra, 500 lekë vjetra apo 1000 lekë të reja qoftë. Po flasim për mbledhjen e miliarda, miliona, qindra miliona eurove në një fond që kryeministri thot që do të menaxhohet nga një shoqëri aksionere shtetërore dhe ministri thot po të njëjtën gjë. Ai sovrani. Ky është krijimi i një monopoli shtetëror ose i një drejtorie. Pra në vend t'ia lëj tregut, siç janë për shembull tani edhe tregu siguracioneve fatikisht. E këto, në një farë mënyrë janë kështu, kanë bërë çmimet si quhen këto, ku mblidhen bashkë dhe caktojnë çmimin. Oligopol. Oligopol. Bashkojnë disa po. Edhe kështu do bëje, po të paktën më mbi t'ia lëni tregut, se sa ta bëj një agjenci shtetërore. Ka shumë kjo është apo jo? Për të diskutuar. Ajo që po mundohen të them në këtë lloj rasti. Është taksë fshehur kjo, pse njerëz nuk e dinë që mund bëhet kjo taksë? Në 2026 dhurata është një taksë. Pse ose bësh dhurata quhet diskutuar më burr. Tani, apo Floku, një sekond, bëj. Du t'ja lëm tregut, po. Mbajta. Ajo që po mundohem të them është kjo lloj. Ore me pika do i thos Sepi, mos bë debat, na duhet një info. Ajo që po mundohem të them Na duhet një info Ministrit Financave. Ministri Financave thot, kemi sigurimin e detyrueshëm të banesave. Sigurimi i detyrueshëm i banesave, për çdo banesë që ka çdo shqiptar, do të paguaj 1000 lekë, 2, 3 apo 5 Për tërmetin. Po pra për Për zjarret, për gjërat, po. Për fatkeqësitë, po. Fatkeqësitë natyrore. Kjo në thelb është krijimi i një monopoli shtetëror. Duke krijuar një drejtori të re. Tani mund ta diskutosh tregu lirë kompanitë e sigurimeve, nuk janë kaq të mira kompanitë e sigurimeve. Por dhe monopoli shtetëror në krahun tjetër, çosh ti te kjo drejtoria e re. Dy të këqijave, unë do zgjidhja këtë të dytën. Po pra, po edhe të çosh edhe privati të ashtu, pse duhet ta bëjë shteti? Po edhe të çosh te kjo drejtoria e re, të punësosh të gjithë militantët e tu, nuk është pak. Po, sepse ajo është shërbim për këto, sigurisht. Po pra, sepse ne shohim se mënyra se si funksionon kjo qeveri është krijimi i agjencive. Agjencia A, B, C, Ç, D. Pra, në këtë lloj rasti. Si puna kadastrës apo? Si puna gjykatave, ke parasysh një bloti gjithë në Tiranë? Edhe çfarë kuptojmë në këtë lloj rasti? Kuptojmë një gjë shumë thjeshtë, që dhurata që marrin për 2026-ën do të jetë një taksë e re. Kjo është dhurata që ne do të marrim për 2026-ën. Unë dua të jemi lirë të shkoj te një kompani sigurimesh. Dim që sa është taksa i paguan çdo familje? Jo, kjo ngelet për tu parë. Nuk është vendosur akoma. Po kur i në fuqi kjo taksë? Besoj se do të vendosë. Nuk pengon të shkosh dhe të sigurohesh ti kompani private. Jo, një sekond si, ta marrë një shteti, pastaj ti të shkosh dhe ta bësh dhe plus atje, plus. Unë për shembull, ta merr para taks sot Sepi më. Unë kam me kredit, po jo mos se nuk është ashtu. Nuk është ashtu, mirë pastaj do më thuash. Nuk është ashtu se vetëm gjeje mirë argumentin, mos thuaj kot nuk është ashtu. Ma gjesh mirë argumentin se s'është. Unë kam emisionin e ekonomistëve më CNA dhe jam i gatshëm. Jo vetëm aq, jo, po këto janë gjëra që i ka thënë konferencë për shtypa im, valla. Ai ka përmendur këtë. Po sigurisht. Vazhdojmë tjetër pikë çfarë kishte. Fondi sovran. Ne kemi 2 satelit. Çan si kam quhet si duash ti lekë na ja merr njerëzve u burr. Kemi një administratë të angazhuar për të parë se sa është dëmi i përmbytur. Kto satelitët Albania 1, Albania 2. Po sigurisht. Jo Albania, mos si quhen te këto ai. Se thash Albania unë. Se ligji tha Papaxhiu për dyshë, drejt është ashtu, edhe mos kujtohet emri dhe bëhet fjalë për një vlerë. Ato punojnë ato, paguajmë ne për ato, paguajmë leka. Po lekët i paguajmë ne. Thjesht çështja është ne sot qytetarët në të gjithë Shqipërinë, po të shohësh Durrësin, po të shohësh Myzeqen, po të shohësh në Berat, po të shohësh Gjirokast, janë përmbytur. Janë përmbytur serat, ka përmbytje gjithandej. Tani pyetja që shtrohet në këtë lloj rasti është shumë e thjeshtë. Ore, sa është sipërfaqja e përmbytjeve? E para. Dhe e dyta, si do vijohet me dëmshpërblimin financiar? Për shembull, kishim lajme rastin e Dimalit. Në Dimal dhe në Ç'është Dimali? Në qytet më në Ura vajgurore. Që Dimalaj? Po. Oh, Kishim edhe rastin e Devollit në Bilisht. Fermerët janë çuar dhe kanë thënë, ore, vjet, na thatë që jeni përmbytur, jo është përmbytur kjo sera. Ka moll, luleshtry dhe qep etj etj.
Dhe do na jepni dëshpërblimin. Si vjet po vini po na thoni prap, shife, letrat i kemi bërë gati. Po? Pra, ne tani po e bëjmë prap dëshpërblimin. Pa na dhënë të vjetshmin, ju premtoni prap që do jepni edhe për si vjet. Normal. Dhe ato janë çuar në protesta, por ajo që na Papagjinji më burr? dhe ministri thot që po bëhen ende vlerësimet, thoshte, nuk kemi ende një vlerësim financiar. Normal. Domethënë do vi pranvera, vjen vera, vjen vjeshta tjetër, jemi me vlerësime dhe po bëjmë vlerësime. Vjen përmbytja tjetër, pastaj del rezultati i përmbytjes vitit shkuar. Po, pra. Le t'jo bëhe gati papagjinjun, për të kuptuar, gjithë të i thësebi e përmblidhjet e ajo. Edhe o papas e qi papas. Bravo. Pujnë o papas, vreso papas, hasat e madam. Jaspo. E unë më fermerët. Po, ka 13 vjetë o burë. Po mashtemi niveleve të larta kjo më burë. Edhe prapë e duan. Këto ishin disa prej pikave dhe thot, dhe për ta mbyllur me këtë, thot Se që si do të quhet shkoj... sindromi Stokholmit. i Stokholmit që kthehesh te xhelati. Po. Ça perle. Dhe thot, Gjithë kohës. Po. Derisa zvendçon do të bësh ti Ça xhelat. fletë, po e di shumë mirë ai dhe këtë. thot që do të shkoj te tregtia online, te e-commerce. E-commerce është në zhvillim gjithë botën. Po të shohësh ato Temu që dalin që të blesh këtu e të blesh atje. Blerjet online në Shqipëri kanë rënë dhe jemi vendi me blerjet më të ulta në botë për një gjë shumë të thjeshtë. Taksa Samir Mane, kështu quhet. Taksa kush? Taksa Samir Mane. Kush është Blerjet online, Kush është Samir Mane? blerjet online, Kush është Samir Mane? Pa gjip në vetë. pra në 2016 qeveria shqiptare kalon një ligj që blerjet online të shtohen me 7.800 burokracira të ndryshme. Se duhet paguash shumë që të bësh Por unë dua të blej, unë kam shumë qef tani, dua të blej një libër që ka bërë Anna Applebaumi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po pra, dhe po ta blesh atë sa do të paguash. Do të paguaj edhe 22 euro shtesë. Qartë, ndërkohë që libri më kushtoi 16 për shembull. Për çfarë ti paguaj edhe 22 euro shtesë? Çfarë? Unë dua të blej një fustan për mbesën. Bën 7 euro, do të paguaj edhe një 15 apo 22 euro. Po tani ky personi që ti që e quajtur taksa ç'është ky se njoftë? Në 2016, në 2000, ç'a e bën ky? sepse tregtia online thuajse është monopol i një personi. Pra ka penalizuar të gjithë tregtinë online në Shqipëri. Po pse pra? Me një ligj të posaçëm. Po pse pra, për çfarë arsye? Po pra sepse do që të gjithë shkojnë tek vendet që zotron ai. Të blejnë dyqan? Po, blin dyqan. Po kur s'janë ato produkte në dyqan? Ti do shkosh në qoftë se ti bën Një gjashë. Në qoftë dhe në vend që të merret me atë ndërtuesin oligark, në vend që të merret me këtë tjetrin që është evazor i madh fiskal, i shkon këtij te agjencia imobiliare dhe i thot ti je evazori, po mirë thot, unë kam probleme si agjenci imobiliare. Po kush ndërton në Shqipëri? Agjencia imobiliare ndërton apo ndërton ky tjetri? Dhe e dyta, thot do shkoj thot te e-commerce, thot te tregtia online. Po si do shkosh te tregtia online ti kur ne jemi vendi i fundit për blerje online në botë? Dhe pse jemi vendi i fundit për blerje online në botë? Po tash them shumë thjesht, dua të blej një gjë shumë të vogël jashtë, një libër apo diçka tjetër. Si ka mundësi ne shkojmë të gjithë, e çojmë në Prishtinë dhe nga Prishtina na bie më lirë që ta sjellim në Tiranë. Kaq e thjeshtë është. Do të blesh një libër që është botuar në Itali, 15-20 euro më shtë. Pra zhvatje e niveleve të papara, valla. Dhe me ligj. S'ke nevojë Dhe me ligj. ta marrësh me postë burr për në Itali. Për 15 euro shkon e vjen nga Italia Dhe me ligj. Dhe me ligj. Tani mundëm? Pra kjo ndodh. Se ikën 20 minuta, jo 7. E ta bëj një pauzë tani, unë se më detyrore pastaj Pra të kjo ndodh. Tani për të gjitha këto gjëra foli ministri i financave Petrit Malaj apo jo? Ai tha, pastaj do të merrem tregtinë online e thash unë, domethënë sepse dakor, se po më thash, do të kuptoj. Te tregtia online preket drejt për drejt xhepi i çdo qytetari. S'është bërë akoma domos. Që të kuptohemi. Si s'është bërë? S'është bërë akoma. Do të merret me tregtinë online. Më vonë nuk është bërë kjo gjëja. Nuk është bërë kjo. Do të merret më vonë. E deklaroi që do të merret. Po tani më mundi që tani ka kohë që kur merr një gjë jashtë, taksa shumë e madhe kur e paguan. Si jo? Është dogana. Këto që po thot Sebi për atë librin e për këto temurat me shok, që thot Sebi nuk është. Për tjera pastaj që hyn dogane kështu me radhë është gjë tjetër. Janë dy gjëra të ndryshme. Po bën shqiptarët në Temu, po i luajnë Po Temu mirë, shumë mirë bëjnë. Problemi është ky që un kam dëgjuar, se un vetë nuk është se i përdor ato, po kam dëgjuar njerëz që blejnë për shembull jashtë gjërat, paguajnë shumë doganën këtu, më duhet të shkojnë në postë nëse ç'është pagesë. Varet çfarë, pra, varet çfarë. Varet nga produktet. Mbi 25 euro konsum. Varet nga çmimi pra. Po,
Më duket se është mbi 50 euro konsum, paguan 22% atë dogan. 22 po pra, mbi 50 euro. Qa paguan 20% çfarë? Dogan. Dogan. Të shifrës blerjes. Po, dhe qa bëjnë, shqipot futën të portalet që unë po them, edhe bëjnë 3-4 blerje që janë me... Edhe s'paguan asgjë. Jo, gjerën 50. Tani, këtë edhe nga këtu do të marri shteti apo? Dhe pra po thot Sebi, këtë paralemron. E ka bërë një person, më është ligji 2016, se ka bërë një person këtë lloj gjëje, që unë që dua të, unë dua... është kriminale, më është kriminale. Një person, po ai personi është një nga njerëzit më të fuqishëm në Shqipëri. Po çfarë si kam edhe jam qytetari i Republikës së Shqipërisë, ç'a jam unë, lop, dele, Po, lop dele, po, para ati... Qytetari i Republikës së Shqipërisë. Po, kush pjerë? Po, pra në rregull, dakord. Pjerë njeri më, Po, në rregull, më dakord. Unë jam... E po qeshim nga Derbelaja, po ka drejtësi. Unë jam i zoti vetes Ka të time. drejtë, po nga pastaj në fund fare pyetja është ç'a pastaj? Jo, s'është pyetje se ne për çfarë jemi ne. Ç'e, por s'kemi asgjë në dorë. Kemi në dorë patjetër. Ai të mbyt në fuqinë ekonomike që ka, por janë Terezia. Po jo, mos si të mbys. Ore floku. Po jo, pra. Deri tani po ke rezultatin në dorë. I ka hyrë gjë më këmbë. Fal, po ti. Ai bën ligje, o zotri, personat që thotë ky, po nuk i njoh. Media, presioni mediatik dhe politik. Asgjë s'bëjnë, asgjë. Ka prish, po ka. Jo, fare. Thye ligji i teatrit, më ja po t'japi shembull. Shitje kam se u kthy nga media, Mos jepi ka shumë presioni publik. Mos jepni medias ka shumë mundësi. Urzua tani, po them ble. Mos jepni medias ka shumë mundësi, është nuk ja vlen, dëgjoni mua. Veshje njerëzit skutave dhe shesin skutave se i shkojnë këto doganierë dhe tatimorë dhe ç'a nuk i bëjnë. Ore që këtu është batërdia valla. Tani, po pra edhe këtu janë të pangopur këta. Tani ky thot unë do shkoj thot parukerit thot e kam fajin për rritjen ekonomike. E kam fajin për rritjen ekonomike e ka ky. Rritjen ekonomike që ke ti, ke 15 veta që hanë të gjithë tavën. Problemi që kemi ne nuk është fakti që hanë shumë ata që s'kanë. Problemi është që s'ngopen ata që e kanë barkun kaq si terë. Ky është problemi. Prandaj ke institucionet pra. Cilat institucione? Po jo ma, autoritetin e konkurrencës, Ministrinë e Financave, tatim taksat. Ma falë, Sebi, institucionet që thua ti, dhe në këto momente të paktën, janë se thuash, janë në funksion të këtyre kompanive. Pra këta, kur duan të bëjnë një vepër të saktuar, një produkt, këta ç'a bëjnë? I thonë institucioneve, ne kemi një plan të bëjmë këtë rezidencë. Ti do kalosh rrugën këtu, që të vi më shpejt unë. Dakord? Ti do kalosh, do sjellësh trefazorin, të dritave, do e sjellësh tu. Pra këta janë ata që i thonë shtetit, vëlla. Shtet, mos e mran mendje ti projektin, po ta sjell unë. Ti do paguash. Po ta bëjmë projekt. Pra, e kupton se në çfarë raporti jemi? Gjithmonë bëj një pyetje shumë thjeshtë. Mimi, po, a kuptove ç'të thashun? Ke shumë të drejtë. Po bëj një pyetje shumë të. Marrin frymë, ja një sekond. Sot njerëzit më të pasur në botë janë ata cilët merren me teknologji. Si ka mundësi që në Shqipëri këta cilët janë me të vërtet më të pasurit, nuk bëjnë asnjëri si. Debat tjetër ky. Po pra, si ka mundësi? Debat tjetër. Qa produktiviteti ke ti? Po këta nuk prodhojnë gjë më burr. Po pra, qa prodhon? Kjo është pyetja. Janë papagjim, nuk ka nevojë të prodhosh gjë. Ore, ndërtimi t'jep lek vetëm një herë, e ndërtove e shite, kaq. Po nuk është prodhim ndërtimi. Po pra, po një herë të jep para. Shërbim o shërbim. Jo jep turizmi një herë, më. Ore, ndërtove një pallat. Jo, flas për njerëzit që i bëjnë, më, për njerëzit që i bëjnë thotë ky. Jo për ata që i bëjnë dhe vazhdojnë të bëjnë. Vlerë të shtuar ka një aplikicion. Kupton pse në Amerikë ai që ndërton fiton çdo ditë. E di, po s'ka filluar debat. Vlerë të shtuar ka ky aplikacioni këtu. E di më e shkarkojnë 1 miliard veta. Po pra dhe këtë po mundohem të them. Sebi, çfarë vlere të shtuara? Je i qartë, valla, je shumë i qartë. Edhe këtu që thua nuk ka vlerë shtuar, kemi nevojë për këto vlera të shtuara, i bie Duranës, që stimulon atë që ti thua që mungon. Po pra, si që kuptuat, kjo ishte konferenca, me se duket është konferencë për shtyp që jepet të fillim vitit, kjo apo që bën Ministri i Financave. Tani situatën Sebi e shpjegoi në fakt shumë qartë, i kapi të gjitha pikat. Këtu duket hapur nga të gjitha ato që tha Ministri i Financave, po të bëri sa pyetje të thjeshta. Fatkeqësisht, këta i kap fare lehtë në kontradikt, i kap me preshënduar. Po. Se nga njëra anë thonë që pra nxjerrin problemet, nga ana tjetër janë problematikë. Evidentojnë problematikën të cilën ata e kanë dorë ta zgjidhin dhe nuk e zgjidhin. Po. Shkaq e thjeshtë. Dhe flasin si analizë. Dhe transformojnë problemin. Pra ikin nga banditët e mëdhenj që bëjnë ç'do duan në këtë vend, që marrin toka me dhunë, që i detyrojnë njerëzit pronarët e tokave, i detyrojnë dhe i çojnë në gjykat me 100 mënyra e diti. Po. Marrësit pak a shumë si funksionon, vetëm që ata të shesin tokën me çmimin që duan ata, është një tmerr domethënë. Dhe kjo nuk do vetëm në jug, do edhe për Tiranë. Mora vesh një tokë këtu afër, më cënës një ditë, si e kanë marrë.
Edhe bukur është që nuk hedhin asnjë lek për ta ndërtuar. Ke rastin e tregut më që është marrë këtu, në zonën e Farkës, 50 hektar top. Tregu këtu poshtë. Po, aty janë me dhona ti fshatare, me dhunë se isha vetë dëshmitar. Po, e di. Erdhi policia një ditë dhe ai çanti shketi me gruan, donte të shkonte te prona vet nuk e lini flogert. Po, si më ka bërë zemrën sot. Thoshë mua çanti lutem Prona më tek ndihmo. ne është gangrene. Po shteti më burr, të vjet shteti këtu më burr, të vjet shteti më valla. Nuk e njoh fare mënyrën se si fitohet një pronësi, si zbatohet parimi proporcionalitetit, si bëhet kompensimi, Prandaj them më si vendoset standardi. Floger, prandaj më keq më valla, se unë do doja një papaxhi të ndritur, diktator po të ndritur, si këta të Emirateve për shembull, që zotri bëre gabim të pres donën të zhdukulla nga faqedheut. Pra do të bëhesh diktator valla, do të mos kesh fare u miza në vesh të ngacmojnë. Bëu pra i ndritur. Bëu sepse kështu nuk mund të jesh diktator, kështu bëhesh qesharak. Qesharak. Jam dakord unë. Mos bë zgjedhje më fare, rriti vlla, trashëgoje, leja djalit, vajzës, ku duash ti, çka ke? Më kupton? Po të paktën bë një gjë vlla, të madhe, ta di njerëzit që ky të paktën vlla krijon prosperitet. Njerëzit jetojnë më mirë, njerëzit nuk mashtrohen, nuk vidhen. Po. Ky ç'e bën, kam mbledh 4-5 papaxhin të tjerë, dhe vjet njerëz të shkret më burr, jo merr gjëra nga, nuk i lë të jetojnë më burr. Pra, jo se njerëz nuk janë të implikuar, janë të implikuar dhe njerëzit vetë poshtë, se bubrojnë. I di këto... Po njerëz nuk kanë çfarë bëjnë se duhet mbijetojnë. I di këto gjëra, apo se thot gjithmonë më han kumbullën mbas shpine, si mendon ti? I di? Po ti si mendon? Unë mendoj se i di dhe jep urdhra. Patjetër. I di beso. Vetëm kështu mund të mbijetojë, Ose nuk ka byth ta bëj këtë më burr se thonë nuk më lënë europianët. Ai do viste të ishte princ më burr. Po, Arian. Nuk më lënë europianët të burr, shka që Është thjesht. shumë i gjatë e shikon larg, nuk shikon gjërat që ndodhin afër, se ky është problemi. Nëse ky është komenti në fund. Këto që thotë I dëgjova dhe ishte reduktim racional. Ajo që të bën përshtypje është se si shmanget ekzekutimi i masave ligjore, i sanksioneve dhe i kompetencave, po ashtu dhe funksionaliteti i drejtorive që kanë varësi ministri. kujdes, kjo është frazë. Mersi ishte vështirë për të kuptuar nga njerëzit dhe një Do ta shpjegoj. Se s'mundohesh të ma thuash me një shembull Se thjesht konkret. fare, di se shembull konkret. pra. E di çfarë bën ministri, shoj se dali drejtori i policisë dhe thotë, ne kemi dieni për subjektet që ekzekutojnë ose kryejnë vepra penale. Edhe këtë e the prapë vështirë, edhe këtë e the prapë më Ne shumë dim vështirë. kriminalët që bëjnë vrasje ose krime dhe ne kemi çuar mesazhet i sensibilizojmë që mos i përsërisin. Pra, bravo Marsit. Që shkojnë dhe t'i arrestojnë. Ja si fitohet kohë dhe si fitohet dhe më shumë njerëz që të kuptojnë vlla. Dakor. Pra, pak a shumë unë shteti, Po, po të çoj ty mesazh. sensibilizues në vend Të që them të lutem shkimi. mos i fshe më taksat. Po. Ti vazhdoni fshe, dhe unë s'bëj gjë. Kjo ç'do thotë? Kjo do të thotë që nuk ka vullnet për të zbatuar ligji. Ose ka nështrim ndaj subjekteve që janë firmat e ndërtimit. Shumë e thjeshtë. Të cilët, pse ju lejohet ta bëjnë këtë gjë? Sepse janë lobi fuqishëm dhe kanë lidhje nepotike me elitën politike. Edhe paguajnë, normal. Sepse elita politike, parat e veta të pisa ku i fut, Marsit? Normalisht, në këto industri të fuqishme siç është ndërtimi. Faleminderit. Ta them edhe diçka, për ta thjesht. Do ta bëjmë të thjeshtë emisionin. Bëj çik gati atë Ledio. Jam dakord. Baby facing vlla. Ta shohim te Flogerti. E ka parë Flogerti ta shohin në ekran, po. E di kush është problemi? Problemi është guximi në cilin ti e thua publikisht të gjën. Se është tjetër gjë ta fshehesh. E di se sot kjo ka qenë një narrativ dikur ose një fabul shkoj. Ke fjalën kur thua ti ta thuash publikisht. Ministri i financave më. Po nuk kanë më tani, nuk kanë më doreza fare vlla. Dalën fon hapur. E di çani do them vetëm. Po shpel më vlla, ka rënë maska. Imitojnë. Do them ka rënë maska. Do them vetëm jo Petrit Mara. Vetëm absurdin që ndodh në Shqipëri. Se imiton ai. E di kush është absurdi që ndodh në Shqipëri. Ministri i rendit ankohet që s'ka rend. Ministri i financave ankohet që s'ka financa, s'ka kontroll. Ministri i energjetikës ankohet që s'ka drita, ç'a ngel, ti thot populli mos u mërzitni ju se fajin e keni. Ti zure zgjatimet e Papaxhiut, po Papaxhiu vetë ka parë që ankohet vlla. Dhe ankohet. Shumë bukur. Papaxhiu, edhe fjalën Flogerti. Ai ankohet që s'ka njerëz. Dhe ankohet që s'ka shtet. Ai ankohet që s'ka shtet. Ka opozitën e keqe. Ka opozitën e keqe. Po ai thot opozita po qeverisë keq. E kupton, e kupton pse ajo, e kupton se çfarë operacion psikologjik është. Po bukur, është opozita po qeverisë keq. Por ti e di që njerëzit, vlla, njerëzit që nuk merren me politikë. Po. Këta që shohin ju bien pa pritur op, ju del ndonjë gjë, ata që s'konsumojnë vlla. E di që kur del ky dhe që ankohet ose që bërtet ty vetë, jo, e di çfarë thon më. Ore, pas kemi opozitë fort në shumë tu. E din këto opozitë vlla. Po. Po Flogert. Është shumë, Flogert. Nokturn. Si ishte ajo loja? Nokturn. Shive Papaxhiun, shive ka reti gati. Shive Papaxhiun. Njerëzit tonë është ky opozita. Është kryeministri i opozita vlla. E kupton çka ka arritur të bëjmë vlla. Ore Flogert, është kapërcim, është cirk i niveleve të papara ndërkombëtare. Ose çfarë nuk po arrin të bëjnë tjerët.
Se gjithë tentojnë ta bëjnë, po kush e Po arrin? po këta mund të bënin pushtetin. Opozita reale, mund të bënin sikur ishin këta kryeministra, jashtë do bëjmë ne, jashtë do bëjmë kryeministra. Po. Këta se bëjnë. Ata janë, më. Duhet bënë rolin e Ata janë. qeverisë. Po. Po jo, më, eksponent PD-s. Ky i bën të dyja. Për ditë, po jo, më, po janë bashkë, më. Shive, bashkë. sepse këtë do japim gjithmonë, sepse në fakt, për ta përmbledhur se çfarë është ky vend dhe kush na drejton vëlla, mjafton të shikoni këtë lojë të vjetër që është bërë në Shqipëri në pas viteve 90, që quhet plakaton, apo plakator, me letra, atje është me deri në maç. Shikoni sa bukur jo merr lekët njerëzve, tipi. Shikoni. Εδώ το αθώο και εκεί ο Μπεχίλη. Faites voger, madame et monsieur. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε. Εδώ είναι ο παπάς. Χάσατε, madame. Μάζευε Θανάση. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς, βρες ο παπάς. Pra εδώ ο παπάς është këtu deri, aty deri. Ku është deri? Gjerë derin. Thot ajo, këtu është deri. Ope, hap letrën e, jo zonjë humbe, i thot. Hasat e madam. Ka 13 vjetë që ndodhë kjo gjë, vëlla. Berisha, për shumë. Cili ka mund të ketë metat më dha. Nuk dinte të gënjen të këshu, vëlla. O mërzit, o flakirët e mbani mund apo jo? Berisha i shket bile për këte, kanë akuzuar. Ka qenë institucional. Se nuk di të gënjesh. Thoshte gjëra që zuhet i thoshte. Jo, në fakt, doktori nuk ka gënjur kur na ka thënë që Hopa filloi. në 21 janar u vranë me njëri tjetër me çadra pistolet, po çaja fut kot. Po si ti beson që i ka vrarë doktori ata? Po me çadra pistolet nuk janë vrarë. Këtë e besoj. Ti beson që i ka vrarë doktori ata? Si, jo, i kanë vrarë ata qitësit poshtë këmbëve të doktorit, Pyetjen që bëhet gjithmonë dhe që ti e di përgjigjen, po se jep cila është. Kush përfitonte nga vrasja e tyre? Pse nuk u vranë parë mbrëm? Gjithmonë një pyetje duhet bërë gazetari vëlla. Kush përfiton nga një gjë që ndodh? Patjetër, pra, po pse nuk u vranë Përfitonte gjithë kush do doktorit. përfitonte nëse do vriteshin të shtunën protest njerëz? Doktori do përfiton. Pse nuk i vrau Rama? Kaq e thjesht. Edhe një herë pra. Kjo shtregon pra. Kjo tregon që dikush Ka e humb fuqi, durimin, ka fuqi. dikush nuk e humb Jo, durimin. tregon që dikush ka fuqi. Nuk e humb durimin, doktori Do rrit dëgjoj nuk mua, humb durimin. do dëgjoj mua, jo, kjo tregon që dikush ka fuqi dhe zotësi të provokoj vrasje. Që durimi, vëlla, Të provokoj vrasje. Hajde këtu le dio. Dikush ka fuqi dhe besim që mund provokoj vrasje, dikush tjetër nuk e ka. Çfarë mund t'i bëj pyetje? Nuk e dëgjoj atë i thash. E gjova. Fare. Po pra, të ta them. Provokimit. Dikush ka fuqi ta provokoj vrasje, dikush jo. Tani do më Doktori dëgjosh kishte pak. fuqi. Do më dëgjosh Kishte pak. fuqi, kishte bërë. Të bëjmë pyetje, ju lutem. Në vitin 98, ke qenë në media? Ikëm fare tani, ikëm nga tema. Ke qenë në media, do të bëj vetëm një pyetje. Ke qenë në media? Se s'kam qenë në 88 apo. Tankun, grushtin, tankun para kryeministrisë. Isha kryeredaktori i gazetës shqiptare. Çfarë ndodhi në 98-ën? Po, Çfarë bëri opozita po, me po, arkivolin e më thash? Po. Sa veta u vranë? Zhbëri Fatos Nano. Iku vetë, po nuk vrau njeri. Jo, po nuk është pyetja ç'bëri Nano. Durimi pra vlla, durimi. Dikush humb durimin dhe thotë deri. Pse s'vrau në 98-ën njeri Berisha dhe pse s'po vret tani njeri Berisha pra? Po Berisha s'është në pushtet, po Berisha vret kur është në pushtet. Atëherë unë po të pyes pra. Kush përfiton nga vrasja? Përfiton një Në çdo rast ata opozita patjetër. Po pra. Patjetër. Pra atëherë kush organizon vrasjen që se përfiton opozita? Ai që humb durimin. Që është pushteti. E ke seriozisht? Patjetër. Asaj, nese, këtë jalëm njerëzve të shoh, bëni pyetje tuaja këtu te kjo, te kjo kutia këtu, te ky QR kodi. Marsis mbyllë. Se do kalojmë te fabulatiesë. Do jesem dhuri patjetër, ti do e mbyllësh. Pjesa e dytë që kishte të bënte konkretisht me Duranën, Aha. është e drejtë, domethënë, kompanitë që regjistrohen, administrata tatimore e ka pasyrat financiare, ose më saktë ta themi ajo që është pastërtia e mënyrës se si administrohen ose e deklarimit. Sa rregullta janë këto kompani? Jela tatimeve ky pra, ishte në krah. Dakor, po tatimet janë varësi të ministrit. Kompetenca është e ministrit dhe drejtorit në varësi të tyre. Po në varësi po më valla, po gjithsesi tatimet kanë një drejtor. Okej, nëse drejtori zvepron duhet marrësh masë, ajo dalësh ka ti. Nuk është si Akshi për shembull. Ramsi pse s'flet për Akshin për shembull. Akshi nuk ka drejtor. Varet direkt nga Ramsi Akshi. Shpjegoj me qartë. Është ushtruar kompetenca për të verifikuar qarkullimin e prave, mënyrën e fitimit, deklarimi, pagesat e detyrimeve fiskale, kjo është çështja. Tani qëllimi Gjitha këto subjekte që kanë marrë atë pjesë, si përfitojnë lehtësirat pa u bërë kontrolli i qarkullimit dhe i pasqyrave financiare? 90% e ditësh e kompanive që operojnë në tregun shqiptar, dhe ky është problem që del me statistika nga ÇKB-ja, nga ajo që operohet, nuk bëjnë shtyerjen e kontributeve ose të kapitalit fillestar, pra rezultojnë që kanë për shembull 1 miliard lekë kapital, ndërkohë që kapitali real për shembull është 200 milion lekë.
E kupton që ku fillon problemi, cedimi, më në rastin që të përfitojnë lehtësira fiskale pa u bërë ky lloj pasqyrimi. Ky është problemi. Pra këtu shkohet direkt tek lehtësira fiskale pa u bërë kontrolli fiskal. Kjo është kontradikta e madhe. Dhe personi përgjegjës nuk jep shpjegimin. Faleminderit Marsit Gupi. Tani është momenti do bëj oponent Flogerti me ato me disa pika që kanë mbajtur shpejt e shpejt, por para se atë janë Flogerti Ledio. Le të shkojmë në një tjetër moment utilitar për të rishikusit. Shikoni se ku duhet mos fusni çdo lloj zorre që u der përpara në rrugë, kur jeni me makinë. Shkoni te zora e dur. Ja shikoni, SPO il quhet. Qofse doni që makina tuaj të jetë e shëndetshme në formë, të mos vuaj, të marrë frymëririsht, të mos i plasin mushkrit nga pisliku, do të shkoni të jepni karburantin e duhur, do të ju e dini që makina karburant do, si njeriu që do ushqim, edhe makina do karburant, po karburant të mirë, se ndryshe vetëm dhe SPO ili, në qofse doni që makina juaj të ketë performancë motori brillante, edhe të mos e çoni, ndryshe do hani dynjan me çek motori. Do keni çek motori valla, si që është Marsidi. Keni çek motorit. SPO il quhet. Është the fuel of champions. Karburanti kampionëve, vetëm aty. Gjithandej e keni për Tiranë. Bravo Said. Sa bukur letet në të plasi fabulën prapë. Gju. Jo, Ledio. Theu dhe njerë sa të mbaroj, Flogerti paset e kjo. Flogerti, më thuaj shkurtimisht para me ku nuk ishte dakord me Sebin dhe me Marsidin, qofse si ishte dakord. Lërë të them që jam dakord që tatimet, për atë që tha Sebi, kanë dështuar. Mund të kenë bërë fushatën e tyre sensibilizuese se qëllimi nuk është domosdoshmërisht dënimi. Duhet informuar, duhet edukuar qytetari. Edhe polici që vjen me vrap, po prit, komuniko, eduko, që mund të mos e përsëris, jo ndëshkim direkt, është kulturë që na ka mbetur neve. Pra jam dakord për këtë pjesë. Jam dakord dhe për pjesën e historisë online-it që u folë sot, që dhe blerjet online do bënë është dhe do bënë. Ajo që nuk jam dakord, unë të përmbytjet, jam dakord sa s'ka. Se nëse unë kam një pikë të dobët që nuk e kam thënë në herë në media, po e them tani, është fshati, bujësia, e më the thash. Më thret fshati atje, tua. Edhe pse ti nuk përmbytesh, sepse je pak... Po, kam qëlluar në kodër, po shën si ka, dhe Ja, është e rëndësishme. Falë, nuk përmbytëm, por gryhem nga poshta. Kjo është e vërtet. Se vjen lumi dhe mund të bjerë dhe po bie ajo ndërkohë. Ki kujdes të gërë. Këtu turp për ata që dalin e thonë po e shojmë, po e shojmë, po e shojmë, po e shojmë. Njerëzit kanë halle koke. Iku. Tani. Ku nuk jetë? Ajo 93% ishte batut me Sebin, se ishte mënyrë të thoni që nuk janë lexuar 93% dhe është gjë e parëndësishme. Ka diçka. Për Duranën, për shumë. Në Durana, mund t'jetë një aferë gjigande ajo, unë nuk di ta them, duhet hetuar nga spaku, por atje, sot që flasim, nuk ka një tender, një para publike, e cila është tenderuar, është fituar dhe janë hedhur parat për të ngrit një gradacel dhe aty është livath. Zero. Kjo është fakt. E dyta që s'bie dakord, kriminalizimi i çdo industrie duke marrë një shembull. Pra, janë kompanitë e Gysagasit atje, eventualisht atje është një kriminalitet i madh. Jo, sepse në qoftë se çdo kompani në këtë vend që punon me institucione të caktuara që drejtuesit e institucioneve mund të jenë nën hetim, ti nuk mund të kriminalizosh të gjithë ata që punojnë me institucion. Më kupton? Jo, po, atë pra, tani ti nuk mund të rrëzosh një politik që e ka marrë qeveria, që mund të jetë komplet e gabuar, dhe unë s'jam këtu për thënë ç'është e mira, ç'është e keqja. Unë bëj analizën e qëllimeve, pse ndodhin gjërat. Nuk mund ta kriminalizosh atë gjën, vetëm se 2 kompani, 10 kompani të Gysagasit janë futur aty. Siç kanë hyrë do dalin, do merret spaku metodë, do vendoset drejtësia atje atan. Ama politika është një gjë dhe nuk është kriminale. Është qasje. Unë dhe Sebi jemi të majt, fjala vjen, kulturalisht dhe themi duam taksim progresiv. Çani është i djathtë dhe ka bërë sherr me Ramën. Pse merr 23% i thoshte. Në vërtetë. Pra, po kjo nuk e bën kriminale as 10% që do Çani, as progresiven që duam ne. Ky është thelbi. Pra,
të rrim tek parimet dhe ka një kontradikt për ta mbyllur, që kishte Sebi në gjitha të që tha. Kontradikta e Sebit, se ishte dhe bukur dhe i kontradikt që i nxori Gupi mbrëm, me perceptimin dhe kontradikta tjetër që unë vërejta sonte tek Sebi është që u ankua gjithë kohën për oligarkët që duan, dhe bie dakord me ty unë, që duan të monopolizojnë që mos bli online ti të vish te dyqani im, jam me ty, jemi kështu si jemi ne kulturalisht, por nga ana tjetër, nuk mund të thuash, edhe duke thënë këtë, nuk mund të thuash që prit, këta bëjnë shumë gabim që vetëm ndërtojnë dhe vetëm monopolizojnë, sepse këta nuk investojnë në asnjë inovacion, dhe kur vjen puna te Durana që është pikërisht simulim i inovacionit dhe bla bla bla, ti thua është kriminale dhe ajo. Se këtu pastaj ti nuk ke më një ideal. Durana është e shtetit, nuk është e privatëve. Durana e për shteti. Është për privat, është stimulimi privatëve. Po gjithsesi është një gjë shtetërore, është Prit pra, është një gjë shtetërore, një politik shtetërore. Ti po privatet çfarë është që mos paguash taksa pra? Politika shtetërore është ti hajde këtu dhe ke për të pas sistem preferencial fiskal, sepse kjo fush ka sot që flasim, siç thot Sebi, është fusha që po drejton dhe po rrit ekonomitë e botës. Tani pse ne jemi edhe kundër inovacionit dhe stimulimit këtyre që do na rrisin ekonominë, edhe kundër këtyre që vetëm ndërtojnë dhe nuk e rrisin ekonominë. Tani kjo e riska, pse duhet me qenë kundër? Nëse i përmbani asaj që po thua ti e para fare një herë. E kam vetëm konceptuale, Konceptuale pra, do konceptuale përgjigje. Konceptuale, kjo nuk është fare creative distraction, po deshet flasësh me terma. Creative distraction është një nga termat që përdoret nga Schumpeteri. Schumpeteri thot që ka gjithmonë një lloj revolucioni shkatrues dhe del diçka e re. Duam të shkojmë tek inteligjenca artificiale. Duam të shkojmë te Shënpietri tani. Del te Shënpietri kot. Ç'është Shënpietri? Shif Kosovën më burr, po e di po e relaksoj. Durana tek parku është në këtë kënd. Është një zonë e lirë ekonomike ku ti ka Kosova. Po e kanë të gjithë vendet pra po them. Dhe ne jemi të fundit që po e marrim. Po ajo që po mundohem të them është kjo Durana. Vetëm se është gysi duhet ta shkatrojmë Duranën ne tani. Ja ta dëgjojmë Sebin. Cili është argumenti Seb kundër? Për zotërin nderuar, unë nuk po. Jo, kaq kishëm. Ky nuk është kundër, nuk është kundër në parim. Po Durana i ke 4 zona. Jo. Ke 4 zona të lira ekonomike në Shqipëri, mos si kundër zonës lira ekonomike jam unë. Unë po të them. Për Duranën ç'a problemi ke? Pra po them këtë gjë shumë të thjeshtë. Sepse është Livazka, Godin, po pra su citoj tani. Këto kompanitë që janë aty dhe që paguajnë dhe që duhet prej 2 vjetësh që do duhet kishin një kapanon. Pse nuk e kanë? Nuk do duhet ta kishin. Pse nuk e kanë? Kush ta tha? S'ke lexuar, je I pa informuar. Si s'kam lexuar? Po jo pra. Paguajnë kompanitë? Paguajnë fi kompanitë? Po. Për çfarë paguajnë fin? Fin e paguajnë për të qenë pjesë sepse me buxhetin që do ndërtohet nga fia, a do gjosh tani? Çfarë përfitojnë për këtë? Këtë lehtësinë fiskale, këtë që tham, që paguajnë më spaku, të t'jap informacion apo. Se e njoh, më ka rënë dorë gjithë gjëja, VKM-ja 70 faqe, e kam makinë ta sjell herën tjetër këtu. Atje është minimumi 1% të xhiros që paguajnë këta. Dhe varet nga xhiroja sa e ke, Ty paguan një fi sot aty. Dhe duhet ketë një kapanon. Kompania X. Jo. Tani pse se ka? Jo, një sekond. Një sekond pra, do më dëgjosh. Sepse nuk e ka sepse e para është në 2 faza. Faza e parë është online, faza e dytë është hibride. Dhe online dhe në Godin, që do ndërtohet, është fazë tjetër. E dyta, unë kam vende duke filluar nga Franca e Çanit, po e them kështu, dhe të një sër vendesh europiane, të cilat e kanë sistemin hibrid. Ti ose qëndron online, ose merr zyra fizike. Dhe kjo nuk është një formullë që e ka shpikur, si ja thonë emrin aty në qendrën që paguajnë fin dhe thonë ku e kam kapanonin tim, pse nuk e kanë kapanonin? Sepse ata kur janë antarësuar te kjo Durana e famshme, e kanë të shkruar në kontratë që në fazën e parë, kontrata është e përhershme. Jo, s'është e përhershme, është 5 vjeçare. Do më dëgjosh pak, është e prit pra në momentin, po ta them unë pra, jo, nuk është ashtu. Se në momentin që ti nuk paguan fin 1 vit, ti del nga Durana. Po pse do ta paguash 5 vjet me një herë? Nuk e paguan 5 vjet, paguat çdo vit. Jo, se paguat. Po paguat çdo vit. Se varet nga mënyra se si e bën ti aktin kontraktual. Paguan çdo vit. E kanë të gjithë një vit. Dhe ajo që po të tani unë a do të them dhe tjetër, do të jap lajm. Lajmi është që disa kompani, nuk do i them emrat se nuk kanë punë me kompanitë, për shkak se nuk kanë paguar fin, do dalin nga Durana. Ja ky është lajmi. Do dali Soft and Solutioni? Shif pas ta ditësh Sebastian se nuk e di, nëse kush nuk ka paguar do dal, kush do qofsh. Soft and Solution do dal. Nëse nuk ka paguar po. Soft and Solution. A më dëgjon prapë?
Në qoftë se nuk ka paguar, po. Soft and solution, kemi probleme me Albanian, do dali apo jo? A më gjona po. Po pra, ti e di ke shumë mirë Duran, e di më mirë se mua. Nuk do të përmendi emra kompanisë. Kupton. Në qoftë se ajo kompania që thua ti nuk ka paguar fin, Po. do e nxjerrin zgupthi, qoftë kujt do, bast. Bas publik. Pse të fej pas për këtë? E pa atëherë mbaron debati. Po atëherë Spaku pse e kam marrë pse e kam marrë në hetim të çështjen këtë Duranën atëherë progres. Çfarë do të thotë në hetim? Po për çfarë e kam marrë pra? Çfarë do të thotë në hetim? Jo ti që e di dosin pra. Është në hetim para prak më zotëri. Po për çfarë? Si para prak? Është në hetim. Po nuk e di, hetim para prak, ka shumë rëndësi, si pas ka rëndësi. Po për çfarë merr? Po fillojnë hetim, ja ta thotë ky. O gupi për çfarë kam marrë Duranën? Publik dhe merr bën një hetim para prak. Ka një kallëzim publik, dhe kallëzimi verifikohet nëse ekzistojnë elementet e figurës veprës penale. Akoma zim. Fakti që është normal tregon që ka me të arsyeshme për ekzistencën, por nuk është. Pra, ti një kompani që je thuaj se monopol që merr 70%, 80% tenderave të akshit, je e regjistruar te Durana tek parku, merr benefitet dhe thua un kam lehtësira fiskale, aty s'ka asnjë kapanon dhe kapanonin e ndërton Durrës apo Tiranë, një sekond tani. Ka dhe VKM shoqëruse. Pse ngatroni aksh në Duranën, kjo është çmenduri që duam të bëjmë pis një ekosistem teknologjie atje, 70-80 kompani atje, duam t'i bëjmë pis gjitha vetëm se 2 kompania në hetim. Por ç'është kjo antitreg shumë burr, se po flisni për lirinë e tregut, po flisni për... Se i lidh të gjitha bashkë. Jam duke zgjidh, se i ke lidh ti ato që s'lidhen, ose ke lidh gjëra që s'lidhen. Ti thua akshi, Durana, Soft and Solution, Gysi, janë gjithë bashkë. Për qa po heton Spaku të Durana? Ta thash pra sa po ta tha dhe Marsidja. Për qa po heton? Është bërë një kallëzim publik, Po, për qarë? dhe janë duke bërë hetime paraprake nëse këtu ka një aferë të mundshme. Por ti e ke lezuar në një dosje që thua s'ka godin aty dhe është aferë, ku s'ka një tender për të ndërtuar godin? Për zotri, ato duhet kishte aty kapanona? Po jo, pra Oseb, është një moment të dytë, Oseb. Kur fillon momenti i dytë? Kjo godina që jemi ne, ka qenë livadh. Kur fillon momenti i dytë? Është bo projekti. Pas projektit janë hedhë themeli. Pas themeleve është bërë godina. Pas godinës janë bërë muret. është bërë studio dhe ne jemi tu. Ka fate pra, kur fillon? Ta thash pra, faza e parë... Kur përfundon? Prit. Këtë vit, në dijenin time, fillon rrethimi i zonës kantier. Sepse Durana, godina, nuk do ndërtohet me buxhetin e shtetit. Do ndërtohet me këto 1%-shat që ju merren kompanive që janë të regjistruar në Durana. Ky është thelbi. Po pra i kam paguajt dhe thonë ku e kam kapanonin, ti s'mje përgjigje për këtë. Jo, nuk e kanë paguar, e para herë paguhet tani, ka një datë që është... Si se kam paguajt, ma shef tjetra tja? Bëhen raportet tani pra, tani ka mbaruar viti. Ka kompani që paguajnë të tani ka mbaruar viti parë. Ka kompani dhe serioze. Kur kanë hyrë, kur kanë hyrë. Do kompani serioze që paguajnë. Do kompani serioze ti kam thënë nuk këtu më paguajnë. Kur paguajnë dhe kërkojnë shërbimin, pse se marrin? Sepse në kontrat e din që vitin e parë e kanë online. E kanë ore ke shembuj plot më në gjithë Europën, ore fakti që pse lozni me njerëzit? Fakti që ata që na ndjekin nuk kanë për të hyrë në Google me bë kërkimet që kam bëu unë, nuk do të thotë që ti ta abuzosh duke thënë nuk është kështu. Franca e ka më burr, Letonia e ka më burr. Pra po them edhe një herë. Nëse më dëgjon, ne Duranën mund ta lëm se nuk ishte vetëm për Duranën kjo. Për Duranën mund ta lëmi debat më vetë. Për Duranën do të biesh dosin. Nuk do ja pas një opinion, bravo. Nuk do ja pas një opinion, dhe nuk jap asnjë opinion, mund të jetë kriminale e tëra. Unë do sjell. Kemi edhe një fabull tjetër, jo faqe VKM. Nuk ka vënë edhe t'ia tregojmë publikut. Jo, se mos ore s'kam kohë ose pse në raport me ministrin e financave ta them vetëm se më thotë që po i thua është kështu kriminale, po të them edhe një herë për ta saktësuar. Është arritje shumë e madhe që të kesh zonat lira ekonomike. Është arritje shumë e madhe të reqesh kompani amerikane. Është arritje shumë e madhe të reqesh kompani evropiane. Por është humbje shumë e madhe që autoritetet nuk arrin të ndërtojnë filtra për këto kompani që vetëm zhvasën. Është Spaku, po. Po pra dhe këtë po të them. Edhe Spaku ti japim kurajo, kaq. Po kjo nuk kriminalizon Duranën. Jemi dakord atëherë, dakord? Gjithë thelbi problemit... Ti po thua... Durana, ky emër erotik, çfarë per? Shumë emër erotik. Gjithë thelbi problemit është që në gjithë operacion, duke qenë se jemi në fazën e timeve paraprak, dhe ka dyshime, apo ndihmon Ministria e Financave, Drejtoria e Tatimeve, Spakun në lidhje me verifikime që ka për këto kompani, kjo është Malaj tha, është problemi i tatimeve tha valla. Ja kaloi topin, ja ra topin aty. Ai tha është çështje Spakut. Si e ka emrin ky tatimeve? Okej, po kjo është thelbi. Ilir kush? Binaj. Po kam dëgjuar të emrin më plot. Ilir Binaj ka qenë gazetar ky? Se di. Apo e ngatron me një Binaj tjetër unë. Ilir Binaj i gazetar ekonomie më duket më dha. Apo se ka Ilir ai? Mos e ngatron me
aktorin kandidat. Jo me Florin më burr, jo. Jo nuk është ajo, e ngatroj, do të ngatroj me një tjetër. Që ka një gazetar ekonomie gjithë jetën, jo, nuk është. Ilir doli emri. Për mirë doli. Po se mora vesh Petri Male, pse ta la aty vlla këtë muhabet. Ky Petri Male Edhe pse aty vetëm se kishte vetëm një fjali, se më kujtua. Jo, s'kemi kohë. Një fjali është vetëm. Maçoj Sebi atë edhe e pash gjithë atë. Faza e parë ishte me 3 faza kjo. Një fjali është, po nuk them fazat më burr, jo, e kisha thënë. Pra thuaj një fjali. Në 3 fazat që këta parashikonin të ndoste kjo gjëja, në finale këta thonin duam të dim si shkohet të kjo fryrje e çmimit të apartamenteve në Tiranë. Pra, të dhënat që marrin nga real estate-et, të dhënat që marrin nga nën-kontraktorët, më do të thoshe për plan. Pra kostot e këtyne do fusin edhe do thonë fal, po ti koston e ke kaq. Po. Se e shetaq. Kaq dhe del të pastrimi parave. Ndoshta nuk është nuk del automatikisht të pastrimi parave, se ti në tre kapitalist nuk mund të më vendosësh mua sa të vendosësh. Jo pra, po këta thonë pastaj. Unë e rëndësishme të zbatoj fytamanin atë pishamenin çfarë. Drejtoria e pastrimit parave kryen hetimet e veta, burimi i parave, kredit. Çfarë e bëjnë këto? Duan mbledhën në një lek? Çfarë ka këtu? Nuk është as fushat, këtë s'po kuptoj. Se unë dëgjova, jo pra, unë dëgjova këtë tani, po mund të jetë abuzim valla. Që pritet një flusk. Kjo është përhapur gjithandej, kjo mund të jetë abuzim. Se di njëri. Pritet një flusk që unë them mirë isha mos ndofte se ajo do marri të mirë të keq me vete, do i palosi. Flus ndërtimi më burr. Pritet një flus, të bien çmimet e kështu dhe më duket më shumë ti mund të kemi stagnacion. E kam dëgjuar këtë, po ajo flus ka 20%. Nuk mirë para rregull, po tani për çfarë e bëjmë pra? Nuk kemi në kushtet e fluskët. Ore ky ndërtuesit ai sa janë këtu në këtë vend valla. Nuk po them për këta kavalli fundit fare, se ka dhe ndërtues mashtrues që nuk merren veç çfarë janë valla, që marrin, që thjesht paguajnë bakshishin e për këto. Edhe marrin le, një sekondë Sebastian. Unë po flas vetëm më dhënë valla. Po. Ky i ka aleat, s'po kuptoj për çfarë po e bën. Fatikisht ky i mbrojti. Po pse i përmendi? Këtë s'o marrë vesh unë. Ndoshta duhet bërë një operacion që ta dalin rregull dhe karvani të ecë përpara. Edhe i bie agjencisë imobiliare. Si u e kanë to fajin. Nuk i bie atyre, bëhet procesi verifikimit dhe thuhet dolen që jemi okay. Tani avanti drejt Europës. Mund të jetë kjo thoti. Thjesht për pastrimi final. Ti thua është updateim. Jo, ky është restart. Ligjërim. Restart pra. Jo, ligjërim, ore, jemi në rregull, ligjërim. Mirë them është shtetësuar. Është njësoj si ministri i drejtësisë të bie noterëve për vendimet e padrejta që jep gjykata, thotë kanë faj noterët. Duhet të mbajnë përgjegjësi. Bravo. Po, këto janë shkallë ndërmjetme. Se noterët, edhe media në fakt është midis popullit, edhe pushtetit apo jo. Thjesht transmeton lajme. Veç gjobave. Bravo, Bonita. Ishe thjesht mirë mbrëma, Bonita, s'kishe pyetje, bravo. Arian thot Manol Vojka, të kërkojnë ndjes që është koment, mos. Të kam thënë mos bë komente, bë pyetje. Bë pyetje vetëm. Arian të kërkojnë ndjes që është koment, thot, por rasti aksidentit në Rumani është një dështim i sistemit Active Lane asistenti makinës. Opa, qeshi që kanë të shoko impëve, qeshi gjithmona i sërë bëj këto. Ky sistemi Active Lane Assist... Kër e lë makinën autopilot. Që ka tentruar të mbaj makinën në Karexhatën e parakalimit, thot, as pak dështimi shoferit. Prandaj duhen makina që s'kan nga këto funksione si e imja. Po. Ose ti heqesh pak. Edhe ngjitë vetë vllaq. Mi mbrëma, thot Rodinit, dakor, mi mbrëma Rodinit, Afrim Krasniqi thot mi mbrëma. Jam duke lexuar pyetje që keni lënë te QR kodi, jo? Pasi e keni skanuar, keni bërë dhe login, pa më dojmë gjej pyetje, deri tani keni thënë mi mbrëma. Mos u lodhni kot. Bëni direkt pyetje. Ergjys Gjika, jo Ergjys. Ergjys, qatë perde. Mirëmbrëma toksore, refuzimi i kërkesës së Beqajt dëshmon një farë, këto janë pyetje që kanë qenë fillim të emisionit. Dëshmon një farë pavarësi gjykatës kushtetuese, po, nga Johanëri. Ka drejtë Ergjysi. Ergjys. Nuk e dhe ajtë drejtë. Ja do e shofim, këtu do jemi. Fatmir Sufa. Ku shikon allon realisht kompani ndërtuese, pronarët formale apo interesa politike? Seb? Kështu drejt që marsit më falë se të është Seb. Ndërthurja e të dyave. Ndërthurja. Arian Çani thot askushi. Si ka mundësi sa herë ndërrohet pushteti, ndërtimi kalon në krizë, thot. Në një stopim si loj me rregullat e reja, thot. Ide një herë për çunat pyetjen, falenderit. Pse është ndërruar pushteti në Shqipëri? Ku ti referohesh? Të referohet ty që the Rama bën opozitën e vetës, duke sikur është në opozitë dhe ndoshta e ka. Ky mendon që Ramsi ishte në opozitë pra.
I ka funksionuar. Perl, më burë, shikon? është psa jopi pa parë, më Është burë. aprovimi... Papagjiot, më burë. Tim Cakoni pyet, pse janë ai shumë apartamente bosh Tiranë? Këto përgjigjet janë me nga një fjalë vetëm, mos kemi kështu kohë. Floger? Pse janë ka shumë apartamente bosh Tiranë? Sipas teje, kostës, s'do të thonë në i Jo, vulte. sipas asaj, pra ka shumë apartamente që i kanë njerëz që janë jashtë, ka dhe disa të huaj, po patjetër ka dhe të blerë nga personazhe të panjohur që i kanë si asetet I kanë si parkim parash. Patjetër. Sepse nuk ka mundësi që ti... Patjetër, është e pa diskutueshme. Po, pra, e more vesh. Përgjigje saktë nga Kto mund të jenë më të mëdhaja. Po patjetër, pjesë të rëmues. STHL-ja thot përshëndetje nderuar, pyetje për panelin, duke marrë parasysh këto aksionet e qeverisë ndaj biznesit. A jeni dakord me Arlind Qorin se oligarkët kontrollojnë Ramën dhe jo vice versa? Pyetje e bukur kjo, Seb. Jo, unë mendoj se Rama kontrollon oligarkët. Ky është debati i bukur me Arlindin, fakt gjithmonë do ta bëjmë këtë debat kur kemi në studio. Ai vazhdon të besojë që oligarkët kontrollojnë Ramën. Ajo është një formë regjimi. E bukur është. Është interesant. Domethënë, Arlindi bën debatin, Rama vazhdon qeverisë. Në kuptim. Kuptimin e parë të fjalës. nuk Ne diskutojmë. vazhdojmë me bëjmë debatin. Ore, po më tani dëgjoj, po se Ata bashkë qeverisin, bashkë me doktorin, që të kuptojnë. Ore, po tani se cili do, ore, po të gjithë do bubrojnë nga paku, po. Tjetër. Ai është lart bubron më shumë. A e di dhe i mobet. Po ka tezë interesante. Punë papas, edhe o papas. Që papas, prezo papas. Edhe papas, hasta madam. Ej, Ismet Kelmendi. Mos. Ismeti që është lodhur, ka bërë skanim atje, të asaj QR godit. Ka bërë dhe login për të thënë tu gjatë jeta. O Ismet, digjo. Pse më buri dhe o, pse më nuk mora Ismet? E bëri që e bëre. Pse thua vetëm tu gjatë jeta? Po dhe i pyeti për çunat. Rudini thot, kjo është e vërtet që as institucionet shtetërore nuk e hapin emailin. Jo më privati, jo, thot Rudini. Po kryetarët e bashkive disa e di çfarë bëjnë? Po që lidhje ka kjo Rudini me? Ta se mund të email. Kujt i referohet? Kujt Asaj momenti? që sa Sebi. Okej. Kryetarët e bashkive, Perl, i thot sekretarja, kryetar ka ardhur një email, fute brenda. Fute brenda i thot? Nga që nuk e din se çfarë është. Qa perle? Pra se si dakord me mua kur them 95% janë gojima. Po jo, ky sa 97% nuk hapin emailin, unë po thoja të kundërtën. Po thoja se hapin asnjë. Ti thua, është më rënd akoma. Janë spam, prandaj thash ku e ke bërë këtë? Uk Çakalli. Uka, o Flogert, Uk Çakalli. Qa perle, më burr. Emri Uk Çakalli që ka shkruar në QR kod. Te Totusi. Çani pyet pak Flogertin thotë, është e vërtet që po nuk pati skandal për një muaj rresht kjo qeveri bie, skandalet na bën gjallë sot. Ja. Uk Çakalli i zgjuar. Ti nuk ke faj kur thua që neve na ndjek shtresa më e ftylluar e shoqërisë. Patjetër, o burr. Uk Çakalli. Fibonacci. Fibonacci thotë, përshëndetje, Çani. Pyet pak Marsidin thotë, çfarë mendon për tunelin e Murizit që ka pësuar çarje dhe deformime të dukshme thotë. Me që kaloj andej, shpesh të lutem, të gjitha rrugët e bëra kanë dalë me probleme. Kush e ka fajin për këtë? Kompania kontraktore. Normalisht edhe gjithashtu strukturat që duhet ta vëzhgojnë ose të supervizojnë punën. Është Po nuk është serioze thash. E të dyja, është e fryrë këtyre subjekteve. Është e fryrë. Po sepse aty po punohet në tunelin, se dhe unë kaloj nga zotëria për shkuar të fshati, po punohet tek korsia e emergjencës dhe për shkak të goditjeve atje, ka rënë suvaja këtë tanë. Kuptova. Papaxhiu shkruan, apo i shtyn, pyetje për Sebastianin, apo i shtyn Rama oligarkët të parkojnë dyshe në thyrje ligji thot për t'u marrë xhixhat me lezet që i duhen për lobimin e derit maç? Po, kjo është e vërtet. Se Ramsi Papaxhiu i futu kurth i gjithë thalla. Është pari. Don sikur i ndihmon, bam ja u fut në fund. Unë besoj se është ajo. Unë besoj se ti? ka autor që argumentojnë dhe unë e besoj, janë raste të ndryshme të liderëve autokrat, rritit taksat qytetarëve, jepja oligarkëve, merja oligarkëve, paguaj për të nalësuar figurën tënde. Pra është cikël. Bashkim Hasani, thotë pyetje për Marsidin, apo ndjen qeveria që po plas pluska pasurive patundshme dhe po kërkon të limitojë dhe të ndalojë operatorët e sektorit? Po. Madje mundohet që ta amortizojë plasjen e kësaj fluske. Nëpërmjet shmangjes vëmendjes nga ata që janë përgjegjësit kryesor tek agjencitë imobiliare. STHL-ja pyetje për Sebin. Oçan pyeti pak Sebastianin. Më fal, Sebin.
më mirë mos të paguajmë taksat e fermerët të blejnë siguracion, apo të paguajmë taksat e fermerët mos të dëshpërblehen? Flogert. Apo se kishe mendjen? Jo, për ty ishte nga trova unë, Sebastiani ishte më poshtë. Çam pyetje pak Flogertin, më mirë mos të paguajmë taksat e fermerët të blejnë siguracion, apo të paguajmë taksat e fermerët mos të dëshpërblehen? Të parën. Patjetër. Albi, pyetje pak Sepin, të lutem, thotë, nëse e ka privati atë sigurimin e banesës dhe e vendos çmimin si doj qefi, a mund ndryshohet maj çmimi me protesta kur të shkoj atje ku nuk ban më? A ka më shumë ndonjë qeveri e arshme të premtoj? A ka më shansë ndonjë qeveri e arshme të premtoj heqjen e saj? Për qeveri e arshme më burr, s'do kemi qeveri të arshme. Ky do jetë. Flini mendje për deri në 2050-ën, ju ka kap nga fyti, o plak. Të gjitha anët, nuk e hiqni dot. Jo kryeminist. Harroheni. Jo, unë jam dakord me Albin. Nuk kupton qeveri të reja, jo kryeministër të ri. Jam dakord me Albin. Kabinetet të reja. Se ka fjalë kryeministri. Unë jam kundër të ajo forma e taksës së fshehur, por de facto unë mendoj se mund të ketë një lloj pak lidhje me tregun e lirë, por de facto unë besoj se këtu duhet monopol shtetëror. Askush i 2000 ka pyetje për flogun, thotë një nga parimet e Machiavellit tek princi në kupton, kjo në fakt do të ishte më shumë pyetje për Marsidin. Po çse ka bëjë flogut unë. Një nga parimet e Machiavellit tek princi, në kupton që sulmtari duhet përdor ligjin për të krijuar frikë te kritikët, por të ruaj besnikërinë e elitës vet. Duke maskuar kodin si modernizim, thotë, në rrugën drejt BE-s, thjesht ai e ka më të lehtë që të forcojë pushtetin e tij kundër kritikëve. E ka për Ramsin, pra Papaxhiun. Jo se ai ka frikë dhe i rrezikohet pushtetin nga kritikat, por thjesht të mbaj popullin në tension konstant dhe të tregojë që ai ka pushtet absolut direkt ose indirekt, respekte. Ka drejt dhe po e bëjnë të dy tango me njëri tjetrin. Kush të dy? Doktori dhe jo e fus sepse jo, po vret, m'fal. Ai vret aty, doktorit lot kuptohet që këtu opozita e vetme është Sali Berisha, nuk është e vërtetë valla. Janë një 700.000 tjerë që nuk e duan as njërin as tjetrin, që janë të heshtur atje, ai shoku ynë rri me i karrige atje, Adriatiku, e kupton? Dhe ai del aty për të shfryrë një lloj pakësi. Nëse po kjo që tha ky nuk ishte lidhje fare me kjo që ky është komplet strategji e këtij princit më, por nuk ka lidhje fare. Po mirë, dakord. Kushdo që të ishte përballë, por ja do e shohim, do ikë një ditë Berisha do shohësh. Kushdo që të vi, valla. Jo, po iku Berisha s'ka më opozitor. Atëherë çfarë thua pra se po ja vën fajin Saliu? Është Saliu prandaj si ikën Rama. Tu shqyr, jo, shqyr që është doktori që të paktën bëjnë sikur janë dy. Do ishte të merr pastaj. Po lexojmë Rudinin, janë pafund mesazhe që ke dërguar, te Totusi. Janë pafund mesazhe, shikoj. Unë nuk kam kohë të lexoj të gjitha, se ndryshe do bëja një emision me vete, shife, nuk mbarojnë. Po lexojmë te kafja. Te kafe do lexojmë për qefe, ju beton, po gjuna që s'lini dhe emrin tuaj, ka sa që e lën emrin e vërtet, ka të tjerë që është janë në pseudonim, si doni po. E thamë atë anonimatit të bën të jesh më i lirë. Dakor. Jo, i heq dhe ngjyrimin komentit. I heq ngjyrimin? I heq ngjyrimin komentit. Anonimatit. Stafi, po atje. Po patjetër. Ndryshe kur e thot Çani, ndryshe kur e thot dikush që s'e dim, një parim. Ha debat kjo. Mirë bën që Albania thot, të lutem për qenë specifik, tregtia online bëhet fjalë, tregtia online thot bëhet fjalë për bizneset që janë brenda vendit. Çdo biznes në Shqipëri ofron shitjen e në adresë me postot. Ka të formalizuar me NIPT, por ka dhe shumë të pak formalizuar. Kjo është një gjë e mirë për bizneset që ajo që ka dëmtuar tregun është një tjetër, thot, pasi dogana nuk ekziston deri në 100.000 lekë, thot. Nëse është kështu për brenda. Dhe këtë monopol në doganat e ka. Opa, dolja i emri që s'do t'ja përmend tani, që e përmend ti. Po pra, te e-commerce. E-commerce. Jo, më thot një emër tjetër. Se po të thot për tregtinë online. Pyeta. Çfarë më shpaguan, po tani Rio do ka shkuetur, Ardi, Ledio Cara, Eriku, Rudini, Selami Gjeta. Po Selami Gjeta kush është më plak? E nga tonë Selami Gjepën. Dakord. Për Flogertin Selami Gjeta, thot, çfarë benefiti, pra çfarë përfitimi direkt ka një kompani informatike që merr pjesë te Durana, thot, në krahasim me modelin e taksimit të thjeshtë? Në qoftë se nuk paguan taks, pra. Nuk paguan taksa, pra, dhe këto i thithë që të prodhoi, ku diun, X software. Behar Karaj duhet të jetë njëri të normal kjo, njëri tamam do të thënë. I vërtet nuk është të pseudonim apo jo. Pra pëlqen identitetin, jo anonimat. Behar Karaj, po pra. Edhe Selami Gjeta po ashtu. Këta më duken në emra. Preferojnë të dalin në televizor. Bravo i qofra, po. Përshëndetje Çani, do pyete Sebastianin, a është Ministria e Financave neutrale apo pjesë e lojës industrisë ndërtimit? Pyetje po. E shikojnë që janë më të saktë që vënë emrin e tyre vëlla. Identiteti. Identiteti është gjë e madhe u për letë i anonimatit. Besoj se
Industria e ndërtimit duhet mbështetur, por duhet kontrolluar po aq shumë. Kështu që duke anashkaluar të gjithë filtrat e mundshëm, disa prej filtrave të rëndësishëm, bëhet pjesë e lojës. Igu, rrjen e syrë, është njëri që ka një kështu, rrjen e syrë, dhe asgjë nuk është e sigurt. Si thoshe Macroni? For sure. Rrjen e syrë, thot, Çani të lutem, thuaj sebi që të ndëroj, thot, atë vendi ku hedh naftë, thot, se ndryshe të hajë dynjan. Pra pashnen makinën tënde plak, do ketë pas një problem që nuk fundes. Thot të shkojtë e SPA-ja, të tjenë mitet dhe SPA-sta, se s'ka mundësi. Reli thotë Çan, si thua të nxjerrin ai çik? A do nxjerrin ai çik në naftë Ivan Kare Sazanit? Nxjerrin në një çik naftë thot Ivan Kare Sazanit. Ose zgjero plak. Mikel Tamaj, Aurian, çfarë po ndërtojnë amerikanët tropoj? Po pra, të ndërtojnë këto pra, thon Energji. energji kështu me nga këto të mërshmet. Që s'janë amerikanët faktikisht. Janë kinezët. Si shkoj ambasadori amerikan aty me Është një amerikan aty, është Me një minorancë. një aksioner amerikan aty. Po që s'janë amerikanët. Pra amerikanët dhe kinezët që kanë bashkë, ajo e di që është 2% amerikani, por shkon aty për të Nuk janë amerikanë, thot, janë serbë, thot, janë serbë. Shish, amerikanët me serbët, me menduam se ikën... Po që e dim serbët në, ju dini armik serbët o burë? Jo, menduam se ikën nga, a iku kushtërin nga Serbia. Po, kjo është kompani tjetër. Ta mund të jemë për shumë dhe njerës që s'kan lidhje me kushën i farë. Ore, janë disa Amerika, burë, kemi thënë atë. Klodje, Pirusi, Ledion Polisi, bo, XXX. Ta rezëmë të XXX-in, dha. XXX janë këto kanalet hard. XXX, apo jo. I keni parë? Një film me Vin Diesel, Triple X, XXX. Tani XXX thotë, mira për e keqe nuk ekziston, as mendimi majt, apo i djath. Thjesht mendimi ky sistem është krijuar për të krijuar një ndarje në shoqëri, e cila është më e keqja më e vogël për vendin tonë. Kishte pak e komplikuar ky XXX. Më ta thoshe më thjesht këtë. Kjo ka tenton të shkojë drejt një lloj fukaldianizmi, por që nuk është e vërtetë dhe është pa vlerë fare. Mos to se njerëzit e kuptuan këtë që theti tani. Ai që ka tentuar... Nihilizmi total, ku ti beson se asgjë nuk ka vlerë, është thjesht problematik e jotja dhe jo e shoqërisë. Qartë. Sakt. Shqipi Providencë fije hovë. Gjithësi, unë i falenderoj jashtë mase, më vjen keq që nuk e lexoj dhe gjithë, jeni pa fund valla. Keni dërguar pyetjet e kutia atje. Sa më pëlqen kjo QR kodi. Asnjëherë s'e kam kuptuar domethënë QR kod. Ma përthejnë dhe Sebastian është domethënë QR kod? Ta gjem, se di. Ti, Marsite, dish domethënë QR kod? Ti Flogete, dish domethënë QR kod? Ja ta gjem. Çoni mesazh te QR kodi dhe më jep përgjigje, domethënë QR kod. Si shkruhet o Sebastian? QR-code. QR-code. QR code. QR. QR? Quick Response Code. Ç'do të thënë? Shumë e bukur. Përgjigje shpejt. Përgjigje shpejt. Quick Response Code. Response. Përgjigje shpejt. Quick response. Po kod nga mbrapa pse duhet kodi? Po rrezik futesh në një kod. A gjithë ato zezat e të barat janë tip... Po. Dakor, e kuptova. Çfarë perle. Totus, u kënaqem. Ora është 23:25 minuta. Ne sot kishim plan në fakt të bënim një fabul që na mbeti nga dje, që bëhet fjalë për thuaje. Në Vlorës. Për shkatrimin në këtë rast të kadastrave, e para se u bën vetëm online, pra një qytetar i thjesht që ka një hall. Ore ka një hall më burr. Po. Ore larg qoftë se njerëz që vdesin ka këtu. Të vdekshëm jemi gjithë. Edhe i vdes dikur, nuk ka lek, do të nxjerrë shpinë. Valla për shembull, do të marrë një kredit vogël, të bëj shpinë, se duhet një... Hyn në Albania, valla. E dini që Albania s'punon për kohë, është çmenduri, po. Do rregullohet, do prishet prap. E ka fajin diella, po. Ashtu. Në çdo, e kam në çdo, jo po pyes, në çdo gjë nuk punon? Këto shërbime, për shembull, jo, këto shërbime mund të hapet vetëm faqe parë. Unë morë një shërbim, po ishte kështu nipt, budallik, i vogël. Po të hapet, këta që merren që kanë punë çdo ditë atje, thonë që nuk punon, valla. Deri diet, nëse është rregulluar sot nuk e di. Unë sot nëse. Po nëse për këto gjërat e vogla mos e punon, valla. Po prandaj po them pra për shërbime bazike, po të nxjerr një hipotek, problem, jo. Ashtu. Punojnë. Komplikuar. Tani valla. Ky është një problem shumë i madh që me Sebin, me Flogertin dhe me Marsitin e diskutojmë radhës tjetër, se sot siç e pat na iku prap, na iku me
këtë të ministrit financave dhe shumë mirë bëri, me qëllim e lashtikë kështu. Që të jemi me themel. Po, i vëmë me themel shkatrimi në fakt i kadastrave i pronave në Shqipëri, se pronat është gjithë problemi, dhe ardhja e prishja e kadastrës Vlorës, e cila duhet thënë ishte problematike prej vitesh. Janë prishë dhe shumë tjera. Janë prishë shumë tjera, pa e Vlorës ishte kështu, ajo mbante Kanë kampionat. ardhur në Tiranë kështu është. Po pra. Kjo është përtheu si Është një lloj centralizimi i pakuptueshëm në fakt duhet thënë. Po. Nuk e se çfarë plani kanë, por kjo duhet bërë një debat, them unë, një debat me themel, sepse nuk kuptohet mirë pse gjithçka në Tiranë, pse duhet viten ai për shembull i shkreti një vlonjat që ka një hall, ka një gjyq apo ka një hall me pronën, duhet vi patjetër në Tiranë të zgjidhë vëlla. Jo, s'duhet vi. Ai nuk duhet vi, po duhet rregulluar sistemi që ai të mos vi. Pra digitalizoj edhe ai s'ka pse vjen, realisht. Bëm një Kur reformë. s'punon pra pjesa digitalizimit. dakord. Ku do veja i shkreti tanë kohë? Në Vlorë do ketë më asgjë. Erdhi edhe drejtori që ishte atje. Më duket se drejtori, jo drejtori, në drejtori ishte atje, me ca punojnë se ikën, s'janë më. E shkarkuan sepse kundërshtoi. Ne do flasim radhë tjetër, Sebastian, se nuk është momenti. Ora është Temë me të vërtetë rëndësishme. është e nxehtë, 23:27 minuta. Se do flasim pak edhe për këtë mungesën e hipotekave, që s'man hipoteka i pallate pa fund. Ajo s'diskutohet, po është pjesa edhe e fluksit të interesave, cili emëron drejtorët, si përplasen flukset, kush janë ata që ndrojnë prapavi, edhe si trajtohen qytetarët e thjeshtë të zakonshëm, që kanë të drejta legjitime si zvarritën. E dio, kote nxorë këtë bllak se nuk do të bëjmë sot. Edhe është gjynas do ngatrohet Justini. Dhe ta- Hiqe fare po. Për ta dalluar statistikisht, shohim sa probleme pronash kanë në Kosovë dhe sa kemi ne në Shqipëri, që kryeministri do të shkojë në BE. Rrof Tito për atë punë, drejt ka. Por për posa Arian do të them edhe gjë, a Po jo, nuk do flasim sot jo për edhe to. ka një pyetje që ta paket qarë për herën tjetër Ka që ndjeshme është Pre, si temë. si ka mundësi që shumica e drejtorëve, që janë drejtor në ASHK, kanë prona në ato zona që ushtrojnë dhe kompetencat. Bje fjala. Problematik tjetër. Ty kanë, do të marrësiti patjetër. Po, ose ato që nisim Na duhet dhe spaku kam përshtypjen. Le ta ndjekim. Spaku tani si ta marrim më burr. Ai është me ne gjithkohën, A është? sigurisht. Spak që s'na shikon, të dori emri. Me gjëra fjala,